Kjo hartë është gjinë në arkivin e Rusisë. Është gadishull ilirek prej Trieshti dikon këtu, Ilirska Bistrica Ilirëve, përfshihet një pjesë që edhe më bukur e kena këtu cilat shtete përfshihen. Përfshihet një pjesë e Hungarisë, Bullgarisë, Rumanisë, deri te Moldavia, Konstantinopolin, Stambollin e sot e ka formu Konstantini i Madh, shqiptarët, edhe deri në fund këtu te Greqia. Kjo ka qenë gadishulli ilirik, kjo ka qenë Iliria. Para gadishullit ilirik, emërtimi kishte qenë albanik. Edhe këtë plan e ka bërë Rusia me marrë këtë territor. Brenda këtij territorit, shqiptarët ortodoks, se prej studiuzve di këtë që, gjuha kroate është ilirishtja vjetër, edhe alfabeti cirilek është alfabeti ilir i vjetri. Kishat, kalat, urat, ku dëni,